Ju përshëndes kalemet orës 15 në Top Channel. Paqja fiskale ka marrë kritika nga dhoma amerikane e tregtisë, e cila ka kërkuar shpjegime për projekt ligjin që sipas saj nxit një sistem tolerant dhe jo të balancuar. Kreu i dhomës amerikane thotë se ka munguar transparenca dhe bashkëpunimi. Nesër kuvendi voton avokatin e popullit, duket se socialistët duan të zgjedhin Endri Shabanin, Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në votim dhe vota e fshehtë e socialistëve mund të ketë surpriza. Duhen 84 vota. Ndërsa Endri Shabani pritet të ulet në karrigen e avokatit të popullit, ishte aleati i tij në zgjedhje Adriatik Lapa, i ka vendosur karrigen e protestës përpara zyrës së kryeministrit dhe dje u përplas me policinë, e cila ka kallëzuar në prokurori për ndjekje penale. Një aksion i SPAK çoi në zbulimin dhe goditjen e një rrjeti trafikantësh droge, 6 persona janë arrestuar, mes tyre djali i ish-deputeti socialist Rahman Raja. Të arrestuarit janë Recep Gazmir dhe Përparim Raja, si dhe 3 bashkëpunëtorë të tyre. Në një investigim të BBC, zbulohet se 200 fëmijë në 14 vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, janë lindur nga materiali gjenetik i dhuruar nga një person që kishte një mutacion gjenetik që shkakton kancer. Disa prej fëmijëve kanë humbur jetën. Ndalimi mëngjesisht me zhvillimet e ditës, paqja fiskale ka marrë kritika edhe nga dhoma amerikane e tregtisë, e cila ka kërkuar shpjegime për projekt ligjin që sipas saj nxit një sistem tolerant dhe të pabalancuar. Kreu i dhomës amerikane thotë se ka munguar transparenca dhe bashkëpunimi. Dhoma amerikane e tregtisë ka shprehur shqetësimin e saj kundrejt 2 projektligjeve të rëndësishme të paqes fiskale, që pritet të falin mbi 2 miliardë euro, detyrime gjoba dhe kamatvonesa bizneseve debitore në Shqipëri. Presidenti i dhomës Neritan Mullaj e cilëson këtë paqe fiskale si një veprim që nxit një sistem tolerant dhe jo të balancuar. Doja të rabizoja të gjithë ato, si thuash, parimet kryesore që dhoma amerikane ka promovuar, sistem tatimor të balancuar, të qëndrueshëm, luftë ndaj informalitetit, ndaj korrupsionit, dhe kjo do të jetë motoja jonë kryesore. Në një reagim zyrtar për Top Channel, dhoma amerikane thekson se as administrata tatimore dhe as Ministria e Financave nuk kanë zhvilluar konsultime publike me bizneset e huaja, duke i lënë jashtë diskutimeve për politikat që prekin drejt për drejt investimet e tyre. Sipas tyre, transparenca dhe bashkëpunimi institucional mungojnë, ndërsa propozimet e paqes fiskale po marrin dritën jeshile pa dëgjuar komunitetin e investitorëve. Por për një përgjigje më të drejt për drejt, presidenti i dhomës ja kërkoi drejtorit të tatimeve në një aktivitet të zhvilluar me bizneset. Doja një konsiderat lidhur me implementimin, zbatimin e paketës që ka të bëjë me paqen fiskale, të cilën qeveria e ka deklaruar. Nëse ju mund na jepni një konsiderat lidhur me këtë, se si do të zbatohet. Në lidhje me paqen ende presim draftin final të ligjit, për pastaj për të marrë gjitha masat që ne marrim për të përgatitur pra workflow dhe mënyrën se si të implementohet në bashkëpunim me Ministrinë e Financave. Paqja fiskale ishte një premtim gjatë fushatës, të cilën qeveria është duke implementuar sikurse ajo e premtoi. Patjetër thash është një qasje për të ndihmuar biznesin, i cili gjithmonë ka kërkuar që të mos kontrollohet nga administrata tatimore. Jo vetëm për paqen fiskale, dhoma amerikane ka shprehur një sor ankesash edhe ndaj punës së administratës tatimore me bizneset e huaja, duke shfaqur mungesë informacioni, komunikimi dhe transparence, dhe duke penguar kështu punën e subjekteve të huaja në Shqipëri. Kthimi i përgjigjeve në kohë, kthimi i përgjigjeve në rastin, ose më saktë, praktika e vënë re në vonesat, për një qëndrim nga ana administratës tatimore dhe me përgjigje që nuk janë të qarta dhe specifike për rastin konkret, po janë referenca. Projektligji për shlyrjen e detyrimeve tatimore dhe doganore që pritet të falin mbi 2 miliardë euro, si dhe projektligji për marrëveshjen e paqes fiskale që do t'u japë mundësi bizneseve të ndërhyjnë në pasqyrat financiare të 3 viteve të fundit, ka marrë dritën jeshile në komisione dhe pritet të votohet në 11 dhjetor në seancën plenare, ndërsa mendimi i bizneseve ende nuk është marrë. Edhe sot Sali Berisha u deklarua kundër projektit të paqes fiskale që do të votohet nesër në kuvend. 24 orë përpara seancës plenare, Sali Berisha shprehu qëndrimin kundër paqes fiskale që fshin detyrimet, gjobat dhe kamatvonesat e bizneseve debitore. Partia Demokratike nuk mbështet amnistinë e bazuar në kuadrin ligjor që ka sill Edi Rama, e cila fsheh kanalet e zeza të larjes
miliarda eurove nga klanet e drogës, kartelet e drogës. Ne jemi kategorisht kundër. Kryedemokrati prezantoi një paketë masash ekonomike dhe sociale kundër shpopullimit, ku parashikohet pagesa nga 1.000 deri në 5.000 euro për fëmijë dhe bonus çdo muaj nga 50 deri në 60 euro. Nënat dhe baballarët me shumë fëmijë përjashtohen nga taksat. Leje lindje me pagesë të plot për 365 ditë. Të paktën për 30.000 nëna në vit, shuma është 80 milion euro. Tatimi mbi të ardhurat personale, mbi pagën. Nënat me 3 fëmijë përjashtohen nga ky tatim. Baballarët me 4 fëmijë përjashtohen nga ky tatim. Shteti paguan në këtë rast 25 milion euro. Propozimet e Berishës prekin edhe të rinjt. Të rinjët, deri në moshën 25 vjeçare, të përjashtohen nga pagesa e tatimit mbi të ardhura. Janë rreth 200.000 të ri dhe shuma është 10 milion euro. Tokë publike me 1 euro për 99 për qëllime biznesi, barë, stalla e të tjerë. Propozimet e tij ligjore Sali Berisha i shoqëron dhe me një faturë financiare. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Impakti në buxhetin gjerë në vitin 2020 shkon gjithsej 4 miliard euro. Paketa kundër shpopullimit e demokratëve parashikon kredi të buta për çiftet e reja, subvencione për banesa, nxitje për sipërmarrjen, lehtësira në taksa për bujqësinë, si dhe dhënie të tokës publike për strehim ose biznes. Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar sot arsyet se pse biznesi duhet të investojë në Shqipëri. Forumin ekonomik të Tiranës ku morën pjesë sipërmarrës dhe ekspert ndërkombëtar, kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi për të treguar avantazhet e të investuarit në vendin tonë. Albania is not a distant corner on the map. Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët në hartë, por si një vend ku gjërat ndodhin, ku reformat nuk janë premtime, por praktika, dhe ku shndërrimet, transformimet nuk janë slogane, por fakte të përditshme. Ne kemi hapur të gjithë kapitujt e negociatave me BE-n në një kohë rekord, e kemi dyfishuar buxhetin ton, PBB-n ton, ndërkohë që deficiti ynë është në nivelet më të ulta të mundshme, dhe gjithashtu investimet e huaja direkte në vitin 2024 arritën 1.58 miliard euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë, dhe tendenca vazhdon në rritje edhe në vitin 2025. Kapitali nuk zgjedh rastësisht dhe ne këtë gjë e dim. Ai shkon aty ku ka stabilitet, ku ka qartësi dhe ku ka drejtim. Sot Shqipëria është pikërisht ky destinacion, pra një vend, një destinacion me stabilitet, me qartësi dhe me drejtim. Shteti shqiptar është partneri juaj dhe jo barra juaj, tha më tej kryeministri Edi Rama. We invite everyone. Dhe ftesa jonë është shumë e thjeshtë. Besoni te kjo Shqipëri që po ngrihet, investoni në këtë Shqipëri që po transformohet. Bëhuni pjesë e historisë së suksesit që ne po ndërtojmë, përpara se të jetë vonë. Shqipëria nuk është shumë e madhe, kështu që vraponi e nxitoni përpara se hapësirat të mbyllen. E ardhmja nuk është diçka që ne e presim, por e ardhmja është diçka që ne e ndërtojmë për çdo ditë, dhe ne e ndërtojmë atë së bashku. Pra sërish unë shpresoj që ju mund ta kuptoni se sa seriozisht e kam marrë këtë ftesë, që të vi këtu edhe me një fjalim të shkruar, plotësisht të shkruar, dhe se sa seriozisht e mora kohën tuaj, duke u siguruar që fjalimi im të mos jetë aq i gjatë sa zakonisht. Shqipëria po ecën me shpejtësi dhe ku qeveria është e gatshme të mbështesë investitorët me stimull fiskal, transparencë dhe partneritet. Ne duam partner dhe jo kalimtar, theksoi numri 1 i qeverisë shqiptare në këtë forum. Nesër kuvendi voton avokatin e popullit dhe duket se socialistët duan të zgjedhin Endri Shabanin. Nga ana tjetër Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në votim dhe vota e fshehtë e socialistëve mund të ketë surpriza sepse duhen 84 vota. Sot Sali Berisha pranoi se nëse nuk do të ishte gabim dhënia e firmave, nuk do të deklaronin tërheqjen e tyre. Si pika 18 e rendit të ditës në seancën plenare të njëjtën e 11 dhjetorit, parashikohet votimi 6 kandidatëve që plotësuan kushtet për avokatin e popullit. Tërheqja firmave mbështetëse të kandidatëve prej deputetëve të Partisë Demokratike nuk u pranua në Komisionin Parlamentar të Ligjeve nga socialistët të martën. Mes 6 kandidatëve është dhe Endri Shabani, që konsiderohet si kandidatura e preferuar socialistëve,
të cilët realizuan një skem perfekte, duke u tërhequr nga mbështetja me firmë të kandidatëve. I lejuan avancimin e mbështetjes me firma grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku mes 6 kandidatëve është edhe i preferuar i tyre zoti Shabani. Në këto kushte, firmat i dha Partia Demokratike dhe përmes votës së fshehtë, socialistët priten me votim të fshehtë të votojnë Endri Shabanin. Nëse shikojmë listën e mbështetësve me firma nga opozita për Endri Shabanin, nuk kemi të bëjmë thjesht me deputet të rinj apo të dorës së dytë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Janë emrat njohur nga opozita si Nazhupa Gronjak Markaj, Tritan Sheu, Luan Baçi, Bojar Leskaj, Erbylyk Bashi dhe Jorida Tabaku, firmtar pro Endri Shabanit. Dr. Berisha nga Selia Blu, këtë të mërkur, pranoi se ishte gabim dhënia firmave. Po të mos ishte gabim, firmosja nuk tërhiqej mbështetja. Unë duhet ta pranoj që një proces, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste, e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Kur grupi parlamentar i Partisë Demokratike u ndesh me kundërshtit socialiste të formulës së Gazbardhit dhe kur panorama u qartësua se socialistët po avanconin me kandidaturën e Endri Shabanit, demokratët tentuan pa sukses t'i fusin një marsh pas procesit. Nuk e dolën të ishin të suksesshëm me tërheqjen e firmave. E për të shpëtuar nga ndonjë votë fshehtë e mundshme në drejtim të Endri Shabanit të enjte në parlament, zgjidhjen e shpëtimit e tregoi Dr. Berisha, ajo ishte mos marrja pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në votim. Nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia e mosdhënies së votës së fshehtë nga deputetët të caktuar të Partisë Socialiste. Gjithsesi, kompensimi këtyre votave drejt 84 të nevojshme mund të vijë nga deputetët e nismës, Agron Shehaj dhe Ralt Kapri, që kanë hedhur firmat e tyre në mbështetje të Endri Shabanit, përfshirë edhe një nga firmtarët të opozitës, agrarin Artan Luku nga Partia Centriste Agrandukës. Ndërsa Endri Shabani duket se po shkon drejt karrigës së avokatit të popullit, ish aleati i tij në zgjedhje, Adriatik Lapaj, ka vendosur karrigën e protestës përpara zyrës së kryeministrit. Dje madje është përplasur me policinë sepse kërkonte vendosjen e një çadre për të kaluar natën me mbështetësit e tij. Për më shumë detaje, Dori Sallaku. Protesta Adriatik Lapajt përpara kryeministrisë kundër Edi Ramës hasi kundërshtim nga efektivët e policisë, të cilët mbrëmjen e së martës i kërkuan që të largonin çadrat që kishin ngritur në bulevard për të kaluar natën. Kryetari i Shqipëria Bëhet, së bashku me një grup mbështetësish të partisë së tij, refuzuan urdhrin e policisë, duke çuar në një përplasje me këta të fundit. Policia e Tiranës ka ndërmarrë një tjetër hap ndaj Adriatik Lapajt, duke e kallëzuar në prokurori për zaptim të hapësirës publike dhe bllokim të qarkullimit dhe lëvizjes së lirë në zonë. Lapaj deklaroi në rrjetet sociale se ky intimidim nuk e tremba as pak, madje e cilësoi si një dekorat simbolike. Po më pas kanë dekoruar me një procedim penal dhe ka bërë këtë ai segment i policisë së shtetit që i shërben narkotrafikut e Edi Ramës. Këta pasi luftuan fuqishëm me trafikantët e drogës, gjetën letër, gjetën boj, i tenderuan, edhe aty mund të kenë vjedhë ndonjë gjë për të më proceduar mua penalisht se pas kam bllokuar Tiranën. Kreu i Shqipëria Bëhet vijoi me thirrjet e tij ndaj qytetarëve për t'u bashkuar në protestë, ndonse në ditët e para të qendresës ka gëzuar një mbështetje të kufizuar. Ky është Top Channel. Një aksion i SPAK ka çuar në zbulimin dhe në goditjen e një rjeti trafikantësh droge. 6 persona janë arrestuar, mes të cilëve djali i ish deputetit socialist Rahman Raja. Të arrestuarit janë Recep, Gazmir dhe Përparim Raja, si dhe 3 bashkëpunëtorë të tyre. Zbërthimi i komunikimeve në rjetin Sky ECC është një as i fortë për prokurorinë e posaçme për të goditur krimin shqiptar. Pikërisht fal këtyre komunikimeve, SPAK identifikoi 14 persona të një grupi kriminal që trafikonin prej së paku 5 vitesh, lënë narkotike, kokainë dhe marijuanë drejt Europës. Në orët e para të kësaj të mërkure, policia e shtetit dhe SPAK ndërmorën një operacion të gjerë në zonën e Fushkrujës, Lezhës dhe Tiranës, ku vunë pranga 6 persona, ndërsa 3 të tjerëve ju komunikua urdhri në Burg, ku vuanin dënimin për vepra të tjera penale, ndërsa të tjerët u shpallën në kërkim. Mes të arrestuarve është dhe Ramazan Raja,
djali ish deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja. Në pranga po ashtu ran dhe kushërinjtë e tij Gazmir dhe Përparim Raja. Ky nuk ishte urdhri i vetëm i arrestit ndaj Recep Rajës dhe kushëririt të tij Përparim Raja, pasi policia i kërkonte për dhunën e ushtruar ndaj familjes Maja pas konfliktit për Guroren 2 vite më parë në Borizan. Në këtë operacion u arrestua dhe Marvin Bushati, Agim Nina, alias Lorenz Selmani dhe Sokol Qaja, ndërsa në Burg ju komunikua masa Islam Sefës, Aldo Gjinit dhe Jani Çavos. Financues dhe organizator kryesor në këtë grup kriminal dyshohet të jetë Islam Sefa. Aktualisht në Burg si kreu i një rjeti që në më pak se 2 vite ka trafikuar marijuanë në Gjermani dhe në disa vende të Bashkimit Evropian me vlerë rreth 3.3 milion euro. Vllai i tij Bujar Sefa, në kërkim edhe për këtë operacion, u dënuar në mungesë me 10 vite në një korrik të vitit të kaluar si drejtues i një grupi kriminal që trafikonte parcela me kanabis në zonën e Krujës. Ndërsa Jani Çavo, të cilit ju komunikua masa në Burg, u arrestuar në qershor të vitit 2023 si pjesë e një grupi kriminal që trafikonte kanabis nga Siria dhe heroin nga Turqia. Ndërsa personi tjetër i përfshirë në këtë grup kriminal, Aldo Gjini, ndodhet në Burg për plagosje. Shoferi një autobusi është arrestuar në portin e Durrësit. Në mjetin e drejtuar nga 42 vjeçari Dritan Ferunaj, policia ka gjetur dhe ka sekuestruar lëndë narkotike të dyshuar kokain me pesh 92 gram, si dhe bizhuteri të dyshuara flori. Ndërsa në një çantë shpine u gjetën një sasi vlere monetare, në total 29.000 euro, një armë zjarri tip pistolet me 5 krehër. Policia e Durrësit thot se ka sekuestruar si provë materiale kokainën, armën dhe bizhuterit ndaj 42 vjeçarit nga Vlora. Rëndojnë disa vepra penale si trafikimi i lëndëve narkotike, trafikimi i armëve dhe i municionit, kontraband me mallra të ndaluar ose të kufizuar, mosdeklarimi në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale. Po hetohet edhe për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Në biznesin e reklamave në Shkodër dyshohet se bëhet fjalë për persona të paguar, për pronari në dëshminë e tij thotë se nuk ka marrë kërcënime. Pronari i subjektit të reklamave në Shkodër, pranë të cilit u vendos Tritoli mbrëmjen e së martes, ka dhënë dëshminë e tij përpara grupit hetimor për ngjarjen që tronditi zonën e ish fermentimit. Ai është marrë në pyetje nga policia e Shkodrës dhe ka deklaruar se nuk ka konflikte. Nuk e kam idenë se kush e ka vendosur eksplozivin. Nuk kam patur kur probleme me askënd dhe as kërcënime dhe asgjë të këtij lloji. Prej vitesh operojmë në fushën e reklamave dhe marketingut dhe nuk e di pse dikush do të vendoste tritol pranë biznesit tim. Gjatë gjithë ditës kam qenë në shtëpi për shkak të një viroze. Nuk e di se kush mund të jenë autorët, është shprehur ai. Efektivët kanë sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve përreth. Pamjet tregojnë 2 të rinj të maskuar me kapuç dhe të mbuluar në fytyrë, që afrohen me motor. Vendosin lëndën plasëse pranë çepenave të biznesit dhe largohen me shpejtësi. Burime nga grupi hetimor bën me dije se autorët dyshohet të kenë ikur drejt zonës së rrethinave, një territor pa kamera sigurie duke vështirësuar ndjekjen e tyre. Pista kryesore e hetimit është ajo e përdorimit të 2 të rinjve me pagesë për vendosjen e territorit, ndërsa po verifikohen edhe mundësitë e tjera. Ngjarja mbetet ende pa qartë dhe policia po vjon punën për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të motivit të sulmit. Gazetarja jon Anila Hoxha ka mësuar se ish kreu të gjykatës së lartë Xhezair Zaganjorit i është mbyllur hetimi nga SPAK sepse nuk u gjetën prova që ai të kishte fshehur pasuritë. Ish kryetari i gjykatës së lartë nuk i ka fshehur pasuritë. Ky është konkluzioni i SPAK që pushoi hetimet ndaj ish funksionarit të drejtësisë dhe ky rezultat u aprovua edhe nga gjykata antikorrupsion në Tiranë, e cila e quajti të bazuar vendimin e SPAK për të mos ngritur akuzë ndaj Zaganjorit. Në vendimin e tij gjyqtari Erion Bani shprehet se e pranoi kërkesën e SPAK për pushimin e procedimit penal numër 137, mbasi fakti penal nuk ekziston. Xhezair Zaganjori drejtonte gjykatën e lartë gjatë kohës ku si 10 gjyqtarë prokuror të tjerë ju nënshtrua procesit të vettingut për të treja filtrat, por ndërsa shkalla e parë e vettingut e konfirmoi në detyrë Xhezair Zaganjorin, çështja u ankimua me rekomandimin e ndërkombëtarëve, çka solli shkarkimin nga detyrat të kryetarit të gjykatës së lartë. Kolegji posaçëm i apelimi deklaroi se Zaganjori nuk mund të konfirmohej në detyrë, pasi ai nuk justifikonte pasuritë, duke ngritur pikpyetje për vetëm një nga 3 kriteret e vettingut të tij. Mbas këtij vendimi 20 gjyqtarë prokuror të lartë u kallëzuan në SPAK për refuzim për të deklaruar pasurinë, ndërkohë që deri tani i pari që ka përfunduar në gjykatën e lartë për dënimin e fshehjes së pasurisë është vetëm Bashkim Dedja, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, por vendimi ndaj tij u kthye për rigjykim.
Një investigim i BBC-s ka zbuluar se 200 fëmijë në 14 vende të botës, përfshihet edhe Shqipëria në këto vende, janë lindur nga material genetik i dhuruar nga një person që kishte një mutacion genetik që shkakton kancer, e disa prej këtyre fëmijëve kanë humbur jetën. Një investigim në të cilin mori pjesë BBC tregon se për ngjizjen e rreth 200 bebeve në 14 vendeve të Europës u përdor materiali genetik nga një dhurues që ishte bartës i genit shkaktar të kancerit. Në hartën ilustruese, ku shënohen me ngjyrë të kuqe vendet e prekura, rezulton edhe Shqipëria. Duket se as personi vet nuk ka qenë në dieni të faktit që barte një mutacion genetik i cili rrit në mënyrë dramatike rrezikun e sëmundjes së rëndë. Disa fëmijë kanë vdekur tashmë dhe sipas medias së njohur britanike, vetëm një pjesë e vogël e atyre që e trashëgojnë mutacionin në fjalë do t'i shpëtojnë kancerit gjatë jetës së tyre. Materiali genetik nuk është shitur në klinikat britanike, por BBC-a ka konfirmuar se një numër shumë i vogël familjesh britanike, të cilat janë njoftuar tashmë, e kanë përdorur lëndën e dhuruesit gjatë trajtimit të fertilitetit në Danimark. Banka Europiane e Lëndës Gjenetike në Danimark deklaroi vetëm se qëndron pranë familjeve të prekura dhe e pranoi se materiali ishte përdorur për të krijuar shumë foshnja në disa vende. Hetimi është kryer nga 14 transmetues publik, përfshirë BBC-n si pjesë e rrjetit të gazetarisë investigative të Unionit Evropian të Transmetimeve. Burri që ka mbetur anonim e kishte filluar që nga viti 2005 dhurimin në kohën kur ishte student. Lënda e tij gjenetike u përdor nga gra për rreth 17 vjet. Ai vet nuk është i sëmur dhe pretendohet se i ka kaluar të gjithë kontrollet të cilave u nënshtrohen dhuruesit. Megjithatë, ADN-ja e disa qelizave të tij kishte pësuar mutacion përpara se ai të lindte dhe pikërisht ky mutacion dëmtoi genin TP53, i cili ka një rol kritik në parandalimin e kthimit të qelizave të trupit në kancerogen. Teksa ai vet duket i shëndetshëm, fëmijët e lindur nga lënda e tij gjenetike duket se do ta kenë mutacionin në çdo qelizë të trupit të tyre. Kërcimi, lëvizjet, interpretimi skenik janë përdorur në një aktivitet si sensibilizim kundër dhunës digjitale ndaj vajzave. Në kuadër të sensibilizimit kundër dhunës digjitale ndaj vajzave dhe grave, u zhvillua sot në Lezhë aktivitet ndërgjegjësues, ku të rinj të shkollave të ndryshme përdoren lëvizjen, kërcimin dhe interpretimin skenik për të përcjellë mesazhe të forta mbi këtë fenomen në rritje. Mes të ftuarve ishte dhe motor Alma Zogu, e cila prej vitesh strehon dhe mbështet gra dhe vajza të dënuara. Ju lutem, respektojmë dinitetin e njëri tjetrit, respektojmë gjithmonë atë dhuratë të çmuar që është tjetri. Në mbyllje të aktivitetit, i cili ishte pjesë e fushatës 16 ditë të aktivizimit kundër dhunës ndaj grave, mori pjesë aktoria e njohur Emma Andrea. Nuk mund të jetë viktima 2 herë e dënuar, 3 herë e dënuar, po të paktën të mos ndëshkojnë veten për atë që u ka ndodhur. Nuk keni asnjë faj. Fajin e ka dhunuesi, dhunuesja, në të gjitha format, nuk është faji juaj. Çfarë do të keni bërë, askush s'ka drejt të dhunoj, askënd. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë se arti mbetet një nga mjetet më të fuqishme për të ndërgjegjësuar, për të thyer heshtjen e për të luftuar çdo formë dhune. Serbët që shkatruan me eksploziv kanalin e ujit i Iberlepensit në Kosovë janë zbuluar nga një hetim i FBI-s. Një vit pas, prokuroria speciale të marrë ngritje akt akuzë për sulmin në kanalin e Iberlepensit. Sipas akt akuzës, Jovan dhe Dragisha Vicentijević më 29 nëntor të vitit 2024 kishin vendosur në kanalin e Iberlepensit në fshatin Varag të Zubin Potoku të rreth 20 kg eksploziv me një çantë që e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni. Dëmi i shkaktuar vlerësohet të jetë rreth 400.000 euro. Bazuar në akt akuzën e prokurorisë, përgjegjësi kryesor del të jetë Jovan Vicentijević, që ka punuar edhe për shërbimin informativ të ushtrisë së Serbisë. Prokuroria ka arritur të mbledhë prova lidhur me veprimtarinë e tij të jashtëligjshme. Sipas dosjes, ishte funksionari i shërbimit të inteligjencës ushtarake në gradën Toger deri në momentin e arrestimit të tij më 1 dhjetor të vitit 2024.
Si pjesë të provave për veprimtarinë e spionazhit brenda dosjes është edhe dokumenti i klasifikuar nga KFOR-i, duke provuar kështu që Vicentijević ka spionuar misione e NATO-s te shteti serb. Gjithashtu, gjatë analizimit të dokumenteve ka rezultuar me gjetjen e një raporti që dyshohet se është përpiluar nga KFOR-i dhe si shihet dokumenti prej 66 faqesh është i klasifikuar si konfidencial ku përshkruhet situata e sigurisë te kroi i Vitakut në Mitrovic gjatë vitit 2009. Ky dokument konfidencial i përpiluar nga KFOR-i i datës 28 prill 2009 ishte siguruar nga i pandehuri Jovan Vicentijević, që dëshmon për veprimtarinë e tij të spionimit, thuhet në akt akuz, ku shtohet se ai ishte angazhuar për një kohë të gjatë nga inteligjenca serbe për mbledhjen e informacioneve të ndjeshme për KFOR-in, policinë e Kosovës dhe objekte strategjike në veri. Pjesë e hetimeve për sulmin në kanalin e Iber Lepencit ishte edhe Byroja Federale e Hetimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që kryen analizat e dheut që u gjatë në çizmet e të dyshuarve, duke ndihmuar kështu në punën hetimore të institucioneve të Kosovës. Mostrat ishin marrë nga çizmet që ishin gjetur në shtëpinë e Dragisha dhe Jovan Vicentijević dhe janë krahasuar me mostrat e dheut të vendi i ngjarjes. Nuk ka dallueshmëri për sa i përket strukturës, ngjyrës dhe përbërjes së dheut, çka vërteton se të pandehurit kanë kryer aktin terrorist ndaj kanalit Iber Lepenc, thuhet në akt akuzën, që si pjesë të provave ka raportin e FBI-s. Përveç këtyre provave, prokuroria speciale përmes fotografive që ka gjetur në telefonin e tij tregon se Vicentijević në kohën e sulmit të Banjskës ka ndihmuar një person të identifikuar si Živko Jakšić të largohet nga territori i Kosovës. Përpos kësaj, Vicentijević në lidhje me sulmin terrorist të 24 shtatorit, edhe përmes deklarimeve që i njëjti ka bërë gjatë kohës sa është transportuar nga Mitrovica e Veriut në Prishtinë, pastaj edhe për në qendrën e paraburgimit. Sipas akt akuzës, Vicentijević ka treguar se së bashku me 120 serb nga Kosova, për 10 ditë në shtator të vitit 2023 janë trajnuar në bazën ushtarake të njohur si Pasulanske Livade. Jovan dhe Dragisha Vicentijević ngarkohen me veprën penale të rrezikimit të rendit kushtetues me shkatrim apo dëmtim të instalimeve dhe pajisjeve publike që lidhet me kryerjen e veprës terroriste. Të njëjtët po ashtu ngarkohen edhe me veprën penale të armbajtjes pa leje, vepër për të cilën akuzohet edhe Igor Dimović. Megjithatë, përgjegjësi kryesor sipas akt akuzës së prokurorisë speciale është Jovan Vicentijević, i cili ngarkohet edhe për veprën penale të spionazhit. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Me votë unanime nga të gjitha vendet, kuzhina italiane shpallet pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. UNESCO përfshiu zyrtarisht kuzhinën italiane në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit, duke njohur rolin e saj në shoqëri, kulturë dhe krijimin e identitetit. Vendimi u mor unanimisht në takimin e Komitetit Ndërqeveritar të mbledhur në New Delhi të Indisë, ku nominimi i Italisë u prit me duar trokitje. Ky veprim je një stër praktikash të përditshme të rrënjosura në historinë e vendit, bazuar në ndarjen e ushqimit, përcjelljen e njohurive gastronomike dhe vlerësime për përbërësit, element këto që konsiderohen nga UNESCO si themelor për kohezionin e komunitetit dhe konsolidimin e trashëgimisë jo materiale. Me regjistrimin e saj në listën e UNESCO-s, kuzhina italiane njihet si një sistem praktikash kulturore që e ka përcjell sferën e ushqimit. Përgatitja, ritualet shtëpiake, kujdesi për përbërësit dhe shoqëria përfaqësojnë sipas komitetit një tërësi shoqërore të aftë për të shprehur identitetin dhe përkatësinë. Për UNESCO, ngatimi në stilin italian është një mënyrë për të kujdesur për veten dhe të tjerët, duke krijuar mundësi për lidhje dhe duke transmetuar kujtesën kolektive. Kombinimi i recetave tradicionale dhe njohurive lokale, si dhe roli i familjeve në ruajtjen e teknikave të kuzhinës, konsiderohet se kontribuojnë në përcaktimin e një trashëgimie dinamike, e cila ripërtërihet përmes përfshirjes së brezave të ndryshëm. Një tel i vetëm. Një ditë më parë, UNESCO njoftoi se në listën e saj është përfshirë tashmë edhe arti i lahutës, një pasuri kjo që, siç thuaj në njoftim, duhet mbrojtur menjëherë si pjesë e trashëgimisë së paprekshme. Një ekspozit me foto të rralla të Shkodrës së fund shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20 është hapur në Universitetin e Shkodrës. Ekspozita e fotografive të Pallatit Yildiz u prezantua në Universitetin Luiç Gurakuçi, duke sjellë pamje të rralla të peizazheve, ndërtimeve arkitekturore dhe jetës së përditshme të Shkodrës nga fundi i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20. Në fjalën e tyre, ambasadori turk dhe rektori Gjuraj u ndalen edhe tek bashkëpunimet në fushën akademike.
Sot po inaugurojmë të ekspozitë fotografike e cila dokumenton pamjet ralla të qytetit Shkodrës si një tregues i historisë tonë përbashkët. Bashkëpunimi i dy vendeve tona me aktivitete të tilla ndihmon fuqishëm në një të ardhme të përbashkët e të suksesshme. Luam me ambasadorin ataj për mundësinë e zgjerimit dhe të thënimit të bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë nga Universitetet e Shkodrës dhe universiteteve turke, që në 2026 ta kemi të ftuar special, se jo një leksion të hapur me studentët dhe me pedagogë. Koleksioni që sot është pjesë e UNESCO ofron një udhëtim vizual në historinë e Shkodrës dhe i afrohet publikut si një dritare drejt trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit. E ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që qëndroni me Top Channel. Mirupafshim.